Sepse vjen një moment i tillë në jetën e njeriu. Dhe di sa më shpejt. Momentin kur kushtet të janë mbledhur, pra që ti s'ke një pengesë në karrierë, që ti s'ke probleme, që ku diu mund të kesh këtë apo atë shtrëngim, apo atë. E mira është bërë detyrën e qytetarit, sepse apo dhe të njeriu, detyrën e Adamit, siç thoni dhe ju në libër, sepse ne jemi larguar nga puna, nga ajo punë që na u duk si dënim, dhe mëkati është i atij njeriu i cili vjen edhe ikën në këtë jetë pa bërë asgjë dhe pa lënë një gur, një emër apo një shenjë. Janë fjalët tuaja dhe e kam nxjerrë nga ju. Jo, faleminderit shumë që keni hyrë në kaq detaje, gjë që më bën të kem një lloj tronditje gjithsesi, por po ai është, domethënë ideja është se pyesin që pse ky ndëshkim i dytë, ç'është ky ndëshkim i dytë? Edhe unë kem mjaftuar duke thënë ndëshkimi i dytë, se ndëshkimi i parë s'ka pasur. Po kush është ndëshkimi i dytë? Ndëshkimi i dytë është se duke kujtuar se ai ndëshkimi i parë ishte ndëshkim, jemi përpjekur të ikim me ky ndëshkim i parë dhe në këtë moment jemi ndëshkuar për këtë gjë që kemi bërë. Ikja nga puna. Ikja nga disa tipare që shoqërojnë njeriu, që është puna, është fëmijët. Po edhe mua më shqetëson ajo e njeriu i cili sot përpiqet të gjejë një qoshe sa më të ngrohtë, sa më të qetë, mundësisht në ndonjë vend administratë apo kudo tjetër, dhe jeton në këtë qell dhe ikën pastaj pa bërë asgjë dhe nuk e ndjen si detyrë që duhet patjetër të bëjë diçka dhe nuk e ngre pyetjen cili është misioni im në jetë. Në planin personal, në planin mikrosocial dhe në planin makrosocial janë aty. Domethënë në një moment saktuar ajo zonja që është një nga personazhet që mua më pëlqen dhe ajo ka emrin Jeta, po Jeta do të thotë Eva. Ajo është Eva e ditëve tona. Pse? Sepse Eva në hebraishte do të thotë ka kuptimin e nënës së gjithë qenieve të gjalla, të nënës sublime, pra ajo që jep jetë. Dhe unë emrat e personazheve nuk i kam kod, aty kanë një kod të fshehur ato, po lexuesi s'ka arsye që të hyjë atje, po kam për mua. Edhe po e shpalos tu tek ju për herë të parë. Po, faleminderit, unë kisha menduar se Jeta ishte zgjidhur me jetë, domethënë, por nuk e kisha menduar Evën. Eva është Jeta. Dhe për mua tash ka 3 Eva në konceptin tim. Është Eva që në thonjza bën mëkatin, është Maria e Shenjtë e cila lan mëkatin e Evës dhe nga grua bëhet nën dhe ndjek parimin e Zotit, aq shumë sa Zoti është biri i saj. Dhe është kjo Eva e tretë që unë mund ta kisha bërë dhe titullin Eva e tretë. Eva e tretë është gruaja në ditët tona, e cila për mua në qoftë se ajo futet në modelin e Evës, përfaqëson revoltën gruaja. Dhe një nga shqetësimet e mia është se gratë shqiptare nuk e njohin ç'është feminizmi, mua më vjen keq. Edhe ato që e bëjnë kauz politike e tjera e kuptojnë shumë ngushtë. Feminizmi si ideologji apo si lëvizje është një gjë madhështore.